Spitali psikiatrik në Bardovc pas staf dhe me kushte të mjerueshme, drejtori thot se ka nisë rikonstruimi i repartit urgjent. Koalicioni vlen u shkri në një parti me Xhiti dhe Kasami bashk kryetar. Kryetari i LSDM-s Venko Filip që thot se Mickoski qëllimisht e bllokon vendin që të mbroj bandën kriminale, reagon VMRO. Fizioterapistës Rita Sinani Halimi thot se fizioterapia ka rol të rëndësishëm në menaxhimin e stresit dhe ankthit. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Spitali psikiatrik në Bardovc po përballet me kushte të vështira dhe mungesë të stafit mjekësor. Para pak ditësh ka nisur rekonstruimi i repartit të psikiatrisë urgjente për Meshkuj, pasi ai ka qenë në gjendje të skajshmërisht të keqe dhe të papërballueshme. Drejtori i këtij spitali Isa Avdullau sqaroi se për gjatë periudhës së rikonstruimit, pacientët që kanë nevojë për do të pranohen në reparte dhe spitale tjera shtetërore. Mungesa e stafit nuk është sfida e vetme me të cilën përballet Spitali Psikiatrik Bardovc. Kushtet e vështira e rëndojnë edhe më shumë punën e personelit të angazhuar në këtë institucion, e për të lehtësuar sadopak kushtet e punës së mjekëve, po edhe qëndrimin e personave që marrin trajtim në këtë klinik. Drejtori Isa Avdullaj ka filluar rikonstruimin e pjesëshëm të klinikës. Rikonstruimi ka filluar nga reparti psikiatrisë urgjente për Meshkuj, që sipas drejtorit Avdullaj ka qenë në gjendje skajshmërisht të keqe dhe të papërballueshme. Përndryshe është repart i psikiatrisë urgjente, domethënë në rastet urgjente që ka i pranojmë, fillimisht i vendosim këtu në këtë repart. Edhe pasi që ky repart pikërisht ishte ai reparti me kushte më të këqija, mos të them më mizore, me vetë ardhjen time si drejtor, me vetë marrjen e detyrës, e kisha për qëllim që s'pari të fillojmë të ky repart. Domethënë është repart, javën e kaluar ne kemi filluar të rikonstruojmë. Momentin kur filluam rikonstruimin këtu kishte 57 pacient. Edhe pse kapaciteti është 40 shtretër, ishte i stërmbushur. Për gjatë periudhës së rikonstruimit, pacientët që kanë nevojë për trajtim, siç njoftoi Avdullaj, pritet të pranohen në repartet dhe spitalet e tjera shtetërore, ndërkaq pacientët që janë të shtruar në repartin që aktualisht po rikonstruohet, janë shpërndar në reparte tjera që janë në kompetencë të spitalit psikiatrik. Sfidën kryesore kemi me stafin, kemi mungesë të stafit shëndetësor edhe buxheti. Mirë po, mendoj se me një menaxhim të mirë, kjo pjesa buxhetore mund të krijohen kushte. Ta shpresojmë prej ministrisë që të na japin edhe staf shëndetësor, që sadopak të rritet stafi shëndetësor që të mund të funksionojnë në spitale si spital. Spitali Psikiatrik Bardovc është spital në të cilën janë të shtruar dhe trajtohen pacient dhe qytetar me të meta mendore dhe trajtimi i tyre sfidë në vete. Megjithatë, atë e vështirëson edhe më shumë vjetërsia e objekteve dhe mungesa e kushteve elementare. Koalicioni vlen u shëndrua zyrtarisht në një parti të vetme politike me modelin e bashkëkryetarëve Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami. Në kongresin morën pjesë përfaqësues politik dhe mysafir të shumtë, përfshirë kryeministrin Hristijan Mickoski dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ndërsa munguan disa figura si Fatmir Limani, Arben Fetaj dhe Ilir Demiri. Drejtuesit e vlenit theksuan se synojnë një politik më të afërt me qytetarët dhe se modeli me bashkëkryetar u zgjoll pas diskutimeve të gjera brenda koalicionit. Në kongres u zgjodhen edhe Mimoza Musa dhe Bekim Çoku si nën kryetar, ndërsa Bekim Sali si sekretari i përgjithshëm.
Koalicioni vlen i përbër nga 5 parti politike dhe zyrtarisht u shkri në një subjekt të vetëm politik me modelin e bashkëkryetarëve të Izet Mexhidit dhe Bilal Kasamit. Kongresi i Vlenit bashkoi përfaqësues politik e simpatizant, por kishte edhe prej atyre që mungonin. Kongresit ju bashkua dhe kryeministri Hristian Mickoski dhe përfaqësues nga ASH-ja Ziadin Seles dhe përfaqësues të partisë NAM, ndërsa krahas mungesës së Fatmir Limanit dhe Arben Fetajt, mungoi edhe deputeti Ilir Demiri. Në deklaratën pas kongresit, njëri nga kryetarët e Vlenit, Bilal Kasami, tha se do të punojnë që Vlen të jetë një organizatë serioze politike që do të ndryshojë mendësinë politike. Një përfaqësim i cili do të jetë më ndryshe, një përfaqësim i cili do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe për të ndruar perceptimin për politikën. Politika është që t'ju shërbejë qytetarëve dhe jo të zhvat shtetin dhe të rëndojë jetën e tyre. E kryetari tjetër Izet Mexhidi pranoi se kanë pasur mendime të ndryshme rreth modelit që duhej ta zgjidhnin, por në fund thot se kanë vendosur për modelin me bashkëkryetar. Mendojmë që është modeli, s'ka qenë modeli i vetëm. Kemi diskutuar shumë të shtruar me argumente pro dhe kontra. Në fund bashkërisht kemi ardhur që modeli më i qelluar për Vlenin është me bashkëkryetar. Kështu që nuk është modeli imponuar, po modeli absolvuar dhe i zgjedhur nga antarësitë e gjitha subjekteve brenda Vlenit. E të gjithë vëmendjen e kongresit e mori pjesëmarrja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit. Në fjalën e tij përshëndetse u shpreh se ky është një moment me peshë të veçantë politike dhe shoqërore e cila ndodh rrallë. Ne jemi mësuar që në politikë shumë shpesh të shohim e të përjetojmë ndarje e përqarje e coptimet subjekteve politike informacione të reja. Prandaj është shumë më e rrallë dhe më domethënëse kur disa subjekte të ndryshme arrin të gjejnë vullnetin, vizionin dhe pjekurin për të bashkuar në një trup të vetëm politik. E pranishme në kongres ishte edhe kryetaria e komunës së Preshevës Ardita Sinani dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë Luciano Boçi. Nënkryetar të Partisë Vlen u zgjodhen Mimoza Musa dhe Bekim Çoku, ndërsa sekretar gjeneral Bekim Sali. Numri 1 i LSDM-s Venko Filipçi ishte përgjigjur deklaratave të tjeshme të kryeministrit Hristian Mickoski, i cili tha se nuk do të bëjë pazare me identitetin Maqedonas në këmbim të antarësimit në BE. Sipas Filipçës, deklaratat e këtilla janë vetëm arsyetime të pushtetit, të cilët i akuzoi se po bllokojnë qëllimisht procesin eurointegrues. Lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçi po akuzon pushtetin se po çon qëllimisht vendin në izolim që të mbrojë bandën kriminale dhe të bllokojë rrugën evropiane të shtetit. Sipas tij, përfshirja e pakicave në kushtetut me qëllim që të respektohen të drejtat e tyre nuk është rrezikim i identitetit kombëtar maqedonas. Përkundrazi, theksoi ai, është forcimi i identitetit kombëtar. Ne nuk kemi punë me Bullgarin, por me Europën. Duhet të përmbushim kërkesat europiane, të përmbushim marrëveshjet që janë miratuar nga të gjithë vendet anëtare të BE-s, sigurisht duke përfshirë edhe Bullgarin. Çfarë kemi ne veçmos për të biseduar me Rumen Radevin kur bëhet fjalë për rrugën tonë europiane? Asgjë, por së bashku me të gjithë liderët e tjerë europian, po. Filipçi sqaroi se vazhdimi i rrugës evropiane do të nënkuptojë zbatimin e standardeve evropiane dhe drejtësisë. Do të thot prokurori publike europiane, përpara se cilës nuk do të mund të japin urdhëra as nga fojtorja e kuvendit e as përmes paraqitjeve të tyre publike televizive. Do të thot fundit të nderve të kurdisur, i punësimeve partijake, i parave të shtetit, të popullit dhe qytetare. Hristian Mickoski dhe grupi i tij me vetdije bllokojnë të ardhmen europiane të Maqedonisë për të vazhduar vjedhjen e parave të popullit dhe pikërisht për këtë arsye, identiteti kombëtar u shërben vetëm si arsyetim për të ruajtur pushtetin dhe për të vazhduar me interesat e tyre kriminale. Kryeministri Hristian Mickoski të shtunën gjatë ceremonisë së shënimit të ditës së Evropës tha se Maqedonia nuk ka të ardhme tjetër dhe as shans tjetër për sukses përveç integrimit në Bashkimin Evropian, megjithatë theksoi se nuk do të bëjë pazar me identitetin e kombit Maqedonas në këmbim të përfitimeve politike. Ndërkohë, VMRO DPMN ka reaguar ndaj deklaratave të liderit të LSDM-s Venko Filipçi. Valentin Manasievski nga kjo parti tha se
LSDM në vend që të pozicionohet në anën e Maqedonisë, ata po dërgojnë porosi të qartë se nëse vinë në pushtet do të zbatonin ndryshimet kushtetuese dhe do të pranonin politikat që janë në përputhje me kërkesat e Bullgarisë. Ai tha se Filipçe përsëri dëshmoi se është i gatshëm ta vazhdojë politikën e Zoran Zaevit, e cila sipas tij është politikë e lëshimeve ndaj Bullgarisë dhe pranimit të kërkesave që prekin drejt për drejt interesat kombëtare dhe shtetërore maqedonase. Новиот премиер на Бугарија. Kryeministri i ri i Bullgarisë, Rumen Radev, nuk është faktor i panjohur në politikën bullgare. Qëndrimet e tij ndaj Maqedonisë, gjuhës maqedonase, popullit maqedonas, identitetit dhe historisë janë të njohura mirë. Ai dhe deri më tani ka treguar qartë se Bullgaria nuk ka ndërmend të tërhiqet nga pozicionet e saj e as të heqë dorë nga kushtëzimet ndaj Maqedonisë. Në rrethana të tilla, kur nevojitet dënimi i qartë dhe qëndrimi vendosur në mbrojtje të interesave maqedonase, Venko Filipçe zgjodhi rrugën e kundërt. Filipçe dhe Lidhja Social-Demokrate zgjollën rrugën antishtetrore bullgare. Infermierët janë thelbi i sistemit shëndetësor, pa to është e pamundur të imagjinohet çdo proces nga parandalimi përmes diagnozës deri te rehabilitimi dhe mbështetja për pacientët dhe familjet e tyre, ka thënë Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu në shënimin e javës së infermerisë që mbahet nga 5 deri më 12 maj. Ministria e Shëndetësisë është e përkushtuar për përforcimin e kuadrove në institucionet publike shëndetësore dhe vetëm për 2 muaj kemi bërë një hap të fortë përpara, duke punësuar mbi 1250 persona në sektorin shëndetësor publik, një pjesë e madhe të cilave janë pikërisht infermiere. Me këtë, ne dërgojmë mesazh se shteti vlerëson punën, përpjekjet dhe përkushtimin tuaj. Sa i përket stimulimit financiar, muajin e kaluar nënshkruam marrëveshjen kolektive me sindikatat e punonjësve të qendrës klinike dhe sindikatën e pavarur për shëndetësi, farmaci dhe mbrojtje sociale për një rritje prej 7% të pagës së marsit e pastaj kemi një dinamik të konfirmuar për rritje të mëtejshme të pagave në vitet e ardhshme, ka thënë Ministri Aliu. Stresi dhe ankthi po ndikojnë çdo ditë në shëndetin emocional dhe fizik të shumë njerëzve, sipas fizioterapistës Rita Sinani Halimi. Fizioterapia ka rol të rëndësishëm në menaxhimin e këtyre gjendjeve, pasi ndihmon në qetësimin e trupit dhe reduktimin e simptomave si dhimbjet, frymarrja, cekët dhe rritje e ritmit të zemrës. Stresi dhe ankthi janë kthyer në një shqetësim të përditshëm për mijëra njerëz, duke ndikuar ndjeshëm në jetën e tyre. Presioni i vazhdueshëm, rutina intenzive dhe mungesa e pushimit po lën pasoja jo vetëm në gjendjen emocionale, por edhe në funksionimin e trupit. Përballë kësaj situate, fizioterapia po konsiderohet gjithnjë e më shumë si një alternativë mbështetëse në menaxhimin e stresit dhe ankthit. Fizioterapistja Rita Sinani Halimi theksoi se fizioterapia në realitet luan shumë rol të rëndësishëm në këtë proces, për shkak se ankthi apo stresi vijnë nga mendja. Roli i jonë si fizioterapist në këtë aspekt është që ne ta trajtojmë trupin në realitet, që të qetësohet së pari, për shkak se e dim se kur kemi ankth apo kur jemi në gjendjen e aktivizimit të sistemit somatik, do më thonë jemi në atë gjendjen e mbijetesës apo alarmuese të trupit, e cila na sjell neve faktikisht simptome si dhimbje, rritje e ritmit të zemrës apo pulsit, frymëmarrje me cekët e kështu me radhë. Halimi tha se fizioterapia në këto gjendje ka rol të rëndësishëm për shkak se qetësojnë muskulaturën, ritmin e zemrës dhe punojnë me frymëmarrjen. Po ashtu, ajo sqaroi se çdo dhimbje është reale në trup, për shkak se stresi akumulohet në trup dhe mandej ky akumulim shpërndahet nëpër muskuj. Halimi theksoi se stresi reflekton me dhimbje reale, ku si pasojë ka shtrëngim në gjoks, dhimbje të krahut dhe ka gjendje që pacienti mund të ketë të vjellura. Ne punojmë me trajtime manuale gjithsesi për lirimin e fashës apo lirimin e atyre muskujve që janë të tensionuar. E kemi edhe çastin kraniosakrale që shkon nga koka, domethënë deri te sakrumi për lirimin e ujrave në cerebro
sakral, do me thënë, të cilët janë të rëndësishëm tepër edhe për punën e të gjitha organeve. Pastaj e kemi edhe qasjen e akupunkturës, e cila ndihmon në lirimin e stresit dhe të ankthit. Mandej punojmë edhe me frymëmarrjen, e cila siç e ceka është kyçe për lidhjen e trupit me mendjen. Halimi njoftoi se gabimi kryesor që e bëjnë njerëzit është se nuk mundohen atë sa duhet dhe se mendojnë se me një trajtim apo me dy do të kenë përmirësim, ku sipas saj pacientët kur e shohin se koha aq e shkurt nuk mund t'ju sjellë rezultate, dorëzohen. Fizioterapistja u bën apel qytetarëve që mos të dorëzohen në këto procese, sepse për shkak se çdo gjendje kërkon kohë për t'u trajtuar, ashtu siç kërkon kohë për të ardhur deri në atë gjendje psikosomatike. Enti shtetëror i statistikave informoi se indeksi i kostos për jetesë në muajin prill të vitit 2026 krahasuar me muajin prill të vitit 2025 shënoi rritje prej 5.7% dhe indeksi i çmimeve me pakicë shënoi rritje prej 5% në kostën e jetesës. Dallojmë rritjen e kostës pijet alkoolike, duhani dhe narkotikët për 10.2% dhe të ushqimet dhe pijet jo alkoolike për 8%. Krahasuar me prillin e kaluar të çmimet me pakicë, rritje më e madhe u regjistrua te produktet ushqimore industriale dhe te produktet ushqimore. Të dhënat e entit tregojnë se në asnjërin sektor nuk u regjistrua ulje e çmimeve dhe kostës për jetesë. Banorët në komunën e Studeniqanit shpresojnë të realizohet një projekt i cili do të lehtësonte shumë lidhjen e tyre me Shkupin. Komuna e Studeniqanit ka filluar ndërtimin e një aksi rrugor shumë të rëndësishëm që e lidh Studeniqanin me autostradën Idrizov. Megjithatë, kreu i Studeniqanit e Jupa Bazi në një prononcim për televizionin Shenja sqaroi se projekti është jo i plot për shkak se për përfundimin dhe lidhjen me pjesën tjetër duhet ndërtuar edhe një urë e cila nuk është e paraparë në projekt. Për funksionalizimin e kësaj pjese duhet patjetër të ndërtohet një urë mbi Vardar e kjo është kompetencë e qytetit të Shkupit. Komuna e Studeniqanit në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve ka filluar ndërtimin e një aksi rrugor shumë të rëndësishëm që e lidh Studeniqanin me autostradën në Idrizov. Kreu i Studeniqanit e Jupa Bazi në një prononcim për televizionin Shenja tha se ky është një aks shumë i rëndësishëm jo vetëm për Studeniqanin, por edhe për vetë kryeqytetin, sepse shkurton dhe lehtëson qarkullimin e qytetarëve, po edhe e afron Studeniqanin shumë afër kryeqytetit. Megjithatë, Abazi tha se projekti nuk është i plot për shkak se për përfundimin dhe lidhjen me pjesën tjetër duhet ndërtuar një urë e cila nuk është paraparë në këtë projekt. Ne kemi kontratë vetëm për 2.9 kilometra prej në Studeniqan deri te lumi Vardar. Pastaj duhet të sigurohen mjete që të ndërtohet ura dhe ngel edhe një pjesë e vogël dikundi 1.5 kilometra ngel që të përfundohet, më thonë, si projekt. Po kjo do mbarot prej komunës tjetër, prej komunës Gazibabës, kurse pjesa e jonë vetëm ka nis ndërtimi, kontrata është që kompania ta zbatoj apo kompania ta përfundoj këtë projekt, dikundi parafërsisht, do të thonë, për një vit duhet t'i përfundoj punimet. Abazi tha se rruga do të jetë me gjerësi 6 metra dhe shton se asfaltimi i të njëjtës është i rëndësishëm për vetë banorët e komunës, të cilat tokat bujqësore i kanë rreth rrugës. Do të jetë një lehtësim shumë i madh për bujqit, por edhe për banorët në përgjithësi, mirë po ky nuk është vetëm një projekt, domethënë që hajrin do t'ja shohim vetëm ne si banorët e Studeniqanit, përveç komuna e Studeniqanit. Këtu unë jam i mendimit se do të shkarkohet edhe komunikacioni, ju keni ardhur, më thonë, nga Kisellavoda, Draqeva, ajo pjesë e Shkupit shumë do shkarkohet sepse me të vërtet është shumë e shkurt për të dalë në autostradë. Ky projekt është një nga projektet që financohet me mjetet nga Kredia Hungareze, ndërka që Abazi apeloi që Ministria e Ambientit Jetësor, po edhe qyteti i Shkupit të angazhohen për sigurimin e mjeteve financiare për ndërtimin e urës, që projekti për ndërtimin e kësaj rruge të përfundojë në afat sa më të shkurt kohor dhe të mos bllokohet.
Kryeministri në detyrë dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se opozita po pengon funksionimin e institucioneve dhe se partia e tij synon rritje të mëtejshme në zgjedhjet e 7 qershorit. Kurti e ka publikuar në Facebook fjalimin e tij që e mbajti në mbledhjen e 63 të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje. Ai ka theksuar se vendi ndodhet në një periudhë vendimtare politike. Nëse rritemi po aq prej dhjetorit e deri në qershor, atëherë vërtet do të mund të prekim edhe 60%, u shpreh ai duke ju referuar rritjes së mbështetjes elektorale. Ai ka kritikuar opozitën duke akuzuar për bllokin institucional. Përballë nesh kemi një opozitë që e ka kuptuar se nuk mund ta mund popullin, prandaj ka zgjedhur të bllokojë shtetin, ka thënë Kurti. Shtetet e Bashkuara janë në pritje të përgjigjes së Iranit ndaj propozimit të fundit amerikan për paqe, ndërsa anëpushimi i brisht mes palëve vijon të mbahet në fuqi. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se pret shumë shpejt një reagim nga Teherani për draftin që synon të japë fund luftës dhe të hapë rrugën e negociatave më të detajuara. Gjatë ditës së shtunë, Trump publikoi në rrjetin e tij social një seri postimesh që alternonin mes zhvillimeve politike dhe mesazheve personale. Në 2 foto të krijuara me inteligjencë artificiale shfaqen anije të fundosura që i adresohen flotës detare të Iranit, ndërsa në tjetrën shfaqen Trump që sheh me dylbi disa anije që shpërthejnë në det me mesazhin se kjo është ajo që e pret Iranin nëse nuk e pranon marrëveshjen. Një zëdhënës i ushtrisë iraniane ka thënë sot se vendet që zbatojnë sanksionet amerikane kundër Teheranit me siguri do të përballen me vështirësi në kalimin përmes ngushtisës së Hormuzit. Asnjë nga objektivat e armikut nuk u arrit dhe balanca politike e sistemit iranian nuk u destabilizua, ka thënë General Brigada Akrami në një deklaratë transmetuar nga agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SBA dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit me 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit si dhe ndaj aleatëve amerikan në xhirin persik, së bashku me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Një anëpushim hyri në fuqi me 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Anëpushimi më pas u zgjat nga Donald Trump pa një afat të caktuar, duke i hapur rrugë diplomacisë për një zgjidhje të përhershme të luftës. Të paktën 3 palestines përfshirë shefin e njësisë së hetimeve të policisë u vranë dhe 4 të tjerë u plagosën sot në sulmet më të fundit izraelite në rripin e Gazës. Sulmet ndodhen mes shkeljeve të vazhdueshme nga Tel Avivi të marrëveshjes së anëpushimit që është në fuqin që nga tetori 2025. Sulmet ndodhen në zona jashtëvendosjes së ushtrisë izraelite sipas kushteve të marrëveshjes së anëpushimit, ka raportuar korrespondenti i agjencisë Anadolu, që nga hyrja në fuqi e anëpushimit, forcat izraelite kanë vrarë rreth 850 palestines dhe kanë plagosur 2433 të tjerë përmes shkeljeve të vazhdueshme që përfshin bombardime dhe të shtëna me armë zjarri sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Marrëveshja u arrit pas 2 vitesh të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza që filloi në tetor të vitit 2023 duke vrarë mbi 72.000 njerëz, duke plagosur më shumë se 172.000 të tjerë dhe duke shkaktuar shkatrime të gjëra që prekën 90% të infrastrukturës civile. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru pafshim.